Të gjithë donim të shkonim në Eurovision, por vetëm një e fitonte. U mërzite që nuk shkove dot? Nuk e fitove dhe më pas që të shkoj në Eurovision? Jo, unë u mërzita që kur këndova live, se në live sikur më fal për shpresën se kam as për edukat, po e dhjeva. I mbaj më disa komente. Çfarë I ndodh mbaj me më ty? disa komente që thoni nuk është mirë vokalisht, çfarë ndodhi? Po se edhe si këngë, ajo ka qenë vërtet një këngë shumë e bukur dhe prap një histori e imja dhe ndjeja vërtet shumë, por live nuk e nxora dot. Ka qenë edhe problemi i veshjes, sepse kam pasur disa perla këtu në gryk që nuk më lënin të hapja gojën. Të hapje gojën. Tani ti je pa perla. Tani jam pa perla, shiqyr. I ke mundësi, nuk je live edhe nëse gabon do ma këndosh pak. Tani Fytin e ke të hapur. E ke fytin e lirë. Kështu që tërbow. Themi ne nga anët tona. Heshtje. vetëm pak. Si jeni si kaluat. Se mos ja bën ujë kur këndon pas. Edhe unë shoj për gjithmonë sa herë që këndoj. I'm a shenjë nga largja ku jam, a e shenjë si pa të ja dal, unë jam gjallë. I'm a shenjë nga largja ku jam, I'm a shenjë si pa të ja dal, unë jam gjallë, ajër më.